Po. Atëherë, vendi i parë në klasifikim, nesër një ndeshje me vendin e dytë që duket se vendos shumë për fatet, nëse mund të themi, të sezonit gjithsesi. Po. Është një ndeshje e vështirë. Jemi, domethënë, kemi objektivin kryesor që jemi për të ngjitur, kemi ka vendin e parë, edhe shpresojmë që ta mbajmë, kemi aturim pozitive që kemi pas gjithë këto javë. Si shkoni kundërshtarinës? Kundërshtari është një ekip i fort, i ndërtuar mirë sepse ka të drejtën e marrjes dhe lojtarëve nga kategoria superiore. Është ndeshje e vështirë, e kemi vlerësuar, do japim maksimumin, shpresojmë për një marrje 3 pikësh. Një fitore që do të vendosen në pozita shumë komode, nëse mund të themi, për të vjuar fazën e dytë më pas drejt ngjitjes kategorinë e parë. Nesër është, domethënë, e kemi ndeshje si gjithë tjerat, edhe kjo është për 3 pikët, vlen njësoj sa të gjitha ndeshjet e tjera, do ta japim maksimumin, shpresojmë të marrim 3 pikët. Mund të themi që ka qenë një ecuri e mirë e Orikumi deri tani? Deri tani, përderisa jemi në vendin e parë, besoj se ka qenë një ecuri pozitive, shpresoj të vazhdojmë kështu. Si e ndjen vetë skuadra për nesër? Nesër kemi një mungesë në sfushorjen e qendrës servis kasaj, po e kemi vlerësuar, grupi është po jep maksimumin çdo stërvitje, besoj do ja dalim. Faleminderit, mirupafshim.